aty mësova 3 gjëra shumë të rëndësishme që më vlen t'ja u bëj si refleksion. Gjëja e parë që mësova është që ka ndodhur një gjë që nuk e prisja. Çfarë? Në këto 10 vjet, që lavazhi i trurit, që nuk ka pas genocid të pushtuesit osman në Shqipëri, pas ka pas shumë efekt në lavazhin e trurit kombëtar. Po. Domethënë çfarë? Domethënë gjatë para 10 vjetësh as nuk imagjinoj kjo pyetje. Para 10 vjetësh vetëm do një idiot thoshte nuk ka pas genocid. E trajtojnë invazionin otoman, që duan ta rritin me fen, se këtu është pislloku që bën mashtrimi. Duan të identifikojnë pushtimin otoman me islamizimin e shqiptarëve. Xhamitë e para në Shqipëri janë hapur para islamizimit, para perandorisë osmane. Para pushtimit. E para, e dyta, është e vërtetë që ka pas Shqipëria ca veçanti, që ka pas dëshpat. Por ti mund të diskutosh 2025-ën. Se si para 700 vjetësh. Është idiotësi, është çmenduri. Por shumë Kosovë është një divizë quhet divizja e Deçanit për konvertimin në të krishterë. Unë mësova që bëra debat rastisht me të, kokën e tyre ishte një sionist i që sponsorizohej nga ambasada e Izraelit. Në atë moment unë thash, "Disheti Bektashi numër 2." Kuptoj logjikën. Do të thënë një çmenduri totalisht. Por ajo që unë kuptova në këtë historinë e Luanit, ku të dalin ty këta më? Magnet. Magnet. Ku të dalin ty këta? Edhe unë duke pas gjithmonë fabulën e Luanit, që do më dëshkonte mua po të bëja debat me Gomarin për ngjyrën e barit, jeshil apo blu. Unë sinqerisht bëja blok mbasi jepsha përgjigje të mira, plota ajo atyre ti lexojnë atë pastaj isha qafese. Çto të mbash, pa që vura re ishte kjo. Ky lavazh që pas kishte ecur shumë. Si kishte ecur ky lavazh? Njerëz të lidhur me perandorinë otomane në mendim në dukje, në fakt ishin në mendim avokat, në mendim vëlla. Në mendim. Fiks. Ata ishin të gjithë të lidhur me Turqinë. Po. Një pjesë jetonin në Turqi, një pjesë në Kosovë, një pjesë Shqipëri, një pjesë Maqedoni dhe i nxisnin shtynin disa krye patronazhist që të bënin patronazhistin në faqe. Problemi ishte që kur unë postova, masi lash 3 ditë broshkullisnin, gam po. Postova vetëm autorët osman, kronikan mbi genocidin në shekullin e 15-17 në Shqipëri, në Arbërin, Kosovë. Unë kam folur me 3 studius avokat, edhe të 3 që ndoshta edhe kanë përplasje me njërin tjetrin, po aty dallohet sinteza. Të 3 më kanë dalë që kanë ndodhur shumë genocide gjatë perandorisë osmane. Unë doja të më lejohet të lexoja ca gjëra sot nga kronika e Tursunbeut, pasi për mua Tursunbeu ka qenë bilet shumë e bukur, mund ta presim si pjesë të. Absolutisht. Që ta marrin vesh sa veta. Unë postova disa burime osmane që tregonin genocidin, sepse teoria që unë hodha ke ftesa që më bëre në një vjetor, që isha bashkë me doktorin. E shuam. Disa kanë shikueshme. Ishte shumë e lezetshme për zotin. Disa kanë shikueshme. Jam gëzuar shumë. Pse se ka rëndësi këto tema. Shkoj shikueshmëria. Dhe se i hodha në Facebook dhe në Instagram, ajo që është e rëndësishme për të thënë, është që kronika 3 shekullore, 1400, 500, 600, e shfarosjes të 2 të tretat të popullsisë nëpërmjet 2 mjeteve. Njëri mjet ishte vrasja, pra masakra pafund, dhe tjera detyrimi për të ikur. Po. Dëbimi, shprëngulja është gjë. Çfarë është genocidi? Genocidi është kur ti i vendosesh një vend dhe e përgjysmon. Ne na bën një tretën. 2 në 3 shqiptar ikën u zhduk nga kjo botë. Ca u bën arbër në aty, ca u bashkuan arvanitasve duke u shtuar si diaspor arbëreshe në Greqi. Se kemi arvanitasit të shekullit 10, kemi dhe arbëreshe që vinë në shekullin e 15, 16, 17 në Greqi, që u bashkuan arvanitasve. Neve kemi pësuar një goditje të jashtëzakonshme. Aq sa, siç e shpjegoi dhe miku jon i mrekullueshëm zoti Edvin Prifti, e shpjegoi që kemi pas boshatisje, që thonë këta. Dhe rruga Ignatia sollën familje tëre. Po sollën diku ke 60.000 vet në total, të cilët janë asimiluar nga shqiptarët. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që kur ti shkoj në Prizren në vitin 99, mas lirimit, ti dëgjoje shqip. Po. Shko sot në Prizren. Turqisht. Po s'merr. Turqisht është. S'merr, një mashtrim i madh. Shko sot Sanxhak, në 45-ën, Sanxhak vetëm shqip, me shkolla me të gjitha. Shkojmë në vitin 2025 në Sanxhak, një tmerr. Unë përshëndes profesor Sazan Gurin, i cili vajti dhe dorëzoi libra. Sanxhak, libra shqip. Iniciativë shumë e guximshme, patriotike,
Ati kanë humbur Shqipën dhe ekzistencën shqiptare. E quajnë veten turq. Dhe kanë shpik fjalën bosnjak, s'kan lidhje fare me Bosnjën. Janë gjithë shqiptar. Sanxhaku. Tani çka ka ndodhur? Ka ndodhur që kemi një asimilim të ri dhe kur ti trajton perandurinë otomane shekullit e 15-17, ti kupton fuqinë e Skënderbeut, pse ne jemi shqiptar. Se ai për të parë bashkoi aleancë me identitetin tonë etnik. Se s'kishte komb atë kohë. Po ai është themeli me cilin u ndërtua më vonë kombi shqiptar, si koncept. Është themeli që u ndërtua, kam përshtypjen unë, themeli çdo kombi vëlla. Po jo, etnia ishte çondet e kombit. Jo, pra se ne kemi serbët dhe grekët, balazistë, bullgarët që përdorin fen. Vëlla, ata janë të krijuar, prandaj përdorin fen. Po, pra, përdorin fen. Ata u krijuan ne jemi të natyrshëm. Kurse ne jemi natyral që vim nga etnia. Slav, jugoslav, domethënë slav të jugut, po slav ka edhe veriu, slav janë edhe bielorusë. Po janë të përzimet. Po slav janë edhe kazarët, slav edhe ç'është janë slava. Ç'a dushti? Se barbar. Pa absolutisht. Nomad. Koncepti i invazionit otoman në shekullin e 15-17 ka të bëjë me historinë dhe ekzistencën tonë, me identitetin tonë. Sepse ne ishim arbër dhe u bëm shqiptar. Më kupton logjika. Ishim arbër dhe u bëm shqiptar, nuk do thotë që është kom tjetër. Është i njëjti, po mënyra se si mori goditjen. Pra goditja që mori, masakrimi që u bë arbërit, prodhoi Shqipërinë. Më kupton logjika. Dhe shqiptarin si koncept që u bashku nga Shqipja, e vetë që mbeti për të bashku. Dhe koncepti është që si ka mundësi këtë pika parë kanë buka shumë lavazh dhe se dish. E dyta, që vura re. Nuk ka të bëjë thjesht me Skënderbeun, po nuk është gjë më e thellë. Ka të bëjë me prishjen e ekzistencës tonë në Europë. Ka rëndësi që ta theksoj pak. Ka një histori në 1911 që është nga më të rëndësishmet e fatit tonë dhe që nuk e gjen librat e historisë, e gjen shumë pak shumë rrallë. Kur e kam thënë një herë ke Vizion Plusi, po më kundërshtonin, se kur i thash kur erdhi treni në Prizren, ku ka tren në Prizren? Është idiotë nga Kosova. Ishte i debil komplet. Ka pas tren, ka pas sekurudh perandorinë otomane në Kosovë. Shqipërisë ka pas, Kosovë ka pas. Dhe ka qenë Prizren, dhe jo vetëm Prizren. Po ku i gjen vëlla gjithë budallën mblidhen ty më. Makenet vëlla, makenet. Tër pacientët mua dhe ty. Gjithë kam aleancë që pate. Gjithë pacientët kam kundër. Glendi Xhelaj, faleminderit për 10 euro vëlla, një kafe për ju të dy dhe çunat e regjist, kemi bërë mungesa, nuk ju kam ndjekur dot live. Respekt. Më mirë vonë se sa kur vëlla, ja na ndjek sot, faleminderit. Mirë se eri. Durim pash na ndjeksh me rekord. Durim pash vëlla. Falenderojmë shumë. Edhe po thoja që i them unë që ne na ka ndodhur një fatkesi e madhe që na caktor kufirin në Prizren. Pa. Fatkesi nuk na ka bërë askush përveç vetes. Në vitin 1911, serbët dhe grekët kishin një problem me shqiptarët. Kishin 40 vjet që bënin genocid ndaj shqiptarëve. Në emër të pastrimit të Ballkanit nga pushtimi otoman. Dhe kishin gjithë aleancë gjithë Europë. Të vetmit aleancë shqiptarëve realisht ishin vetëm austro-hungaresët. Po. Dhe në këtë situatë që ne kishim, diskutimi ishte shpikur kundër nesh, që ne nuk kemi shqiptar, po jemi turq. Dhe trajtoheshin të gjithë shqiptarët e Ballkanit si turq, në Greqi, në Serbi, në Malzi, në Sotni. Muhamedan për. Jo, turq. Jo. Turq, T-U-R-Q, turq. Më besoni këtë. Dhe shumë personazhe lidhur me perandorinë otomane në atë kohë u e theksonin që nuk jeni turq. Skënderbeu ishte ke parasysh censurë plot. Po, Skënderbeu Arburia ekzistonte. Po s'është njohur Skënderbeu deri në 1912 U ishte mush menja që ju jeni turq. Hajde ta gjeti ishin asishin, pasi gjithë elita jon ishte në Turqi. Po. Ma kupton logjik, duke punuar kundër Shqipërisë, përveç viteve të kur filloi lidhja Prizrenit etj, që filloi një ndërgjegjësim i disa figurave shqiptare që prodhon pavarësinë më vonë. Po dhe ata të varur prapë në Turqi. Po absolutisht. Nga portat e larta. Absolutisht. Tani në gjithë të luftë jemi as jemi shqiptarë, jemi as jemi turq. Serbët dhe grekët dhe të tjerë, po këta dy ishin pikat kryesore, arritën me shumë sukses të hidhin helmin në Europë që duhet përzën turqit nga Ballkani. Në parim të përzën turqit nga Ballkani. Ngritën ata, prandaj kanë kapur lobe shumë të fuqishme europiane dhe themi neve, si ka mundësi që Serbia dhe Greqia mbështeten nga Europa. Po mbështeten më nga Europa Greqia dhe Serbia sepse në kohën e dur, në vendin e dur kanë ngritur tezën e dur. Ti përzjejmë Osmanët nga Ballkani. Po. Dhe ti ishe akoma duke thënë Dumbabën deri në 1915-ën. Po. Dhe lufta për të përzën
gjoja Turqit në fakt ishte shpopullimi më i madh, reducimi më i madh që grekët dhe serbët me gjithë të tjerët të prodhonin në Europë si konsensus për të zhduk racën tonë nga ky vend, për të realizuar objektivin e tyre final të daljes në det të serbëve dhe të grekëve që të pastronin çdo lloj kufiri. Kaq frikë na kanë Genin o avokat? Unë besoj kanë arsye ta kenë frikë. Unë besoj. Domethënë, okay, unë dhe ti e kuptojmë shumë mirë që është pozicioni gjeografik njëri pari që dalja në detin Adriatik dhe jon që është lidhje direkt me Mesdheun, flotat, tre portet, i Durrësit, i Vlorës, i Shkodrës, i Lezhës. Po dhe Geni vlla, sepse unë jam i thari i eposit Kreshnikë, e kam lexuar që i vogël, e dashuroj atë libër, bashkë me Lahutën që për mua është Bibla e Shqipërisë, Lahuta Malcisë është Bibla e Shqipërisë. Aty tregon që si nga Judbina martoheshin në Zar gratë tona me meshkujt dhe filluan pastaj që serbët, slavët na pushtonin sepse u përziej gjaku jon me ata, kishin dalë djemt trima vlla. Me thonë të drejtën, në shekullin e 11 deri në shekullin e 14, pra 1300, territori jon, për shkak të mënyrës si është organizuar feudalizmi në Europë, me aristokracinë përkatëse, ka qenë në dy herë në influenca slave, siç ka qenë rasti bullgar dhe më pas rasti serb. Po. Mashtrimi më i madh që bëjnë propagandorët e Stambollit në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni Madhëzi dhe në Preshef, është që thonë që ne ishim pushtuar nga serbët kur erdhën osmanët. Kjo është gënjeshtër, ordinere, vulgare, duke shfrytzuar ignorancën e njerëzve që nuk lexojnë, nga ata që lexojnë ose që kanë programe të gatshme për të bërë rrena. Sepse 20 vjet para se të shkëmbi këmba e parë e Osmanit në Ballkan, kishte ikur mbretëria serbe nga troja tonë. Ishte shpërbër. Pra, mendo si gënjen, fshen këtë 20 vjeçarin, që erdhën osmanët shtiruar nga serbët, një rren ordinere. Kishin ik me kodlla. Ndërkohë aristokracia jon, arbër dhe epir, kishte një rritje të jashtëzakonshme në nivelet intelektuale, kulturale, ushtarake, ekonomike, financiare me Europën, me Serbinë, natyrisht dhe me Greqinë dhe me Bizantin. Po ne ishim krej, nuk ishim më Bizant, po ta kapësh si linj. Ishim më tepër këtej nga Roma. Po. Dhe ç'a ndodhte? Është një shqiptar që na ka marrë në qafë. Kaltopia. I cili thret osmanët për herë të parë në Ballkan. Në luftë me Balçet. Po. Dhe kjo betejë përcaktoi dhe garnizonet e para dhe instalimet e para ushtarake të Perëndisë Otomane në Ballkan, në Shqipëri flas. Po. Dhe në këtë fazë të diskutimit kemi më pas edhe këto pazaret e gjëra derisa vjen historia e Gjon Kastriotit që çon fëmijën në Stamboll, se kjo ja morën peng, ja çoi vetë nuk ka ndonjë rëndësi, po e them e çoj për ta bërë më thjesht. Dhe ky burr atje shkëlqeu kaq shumë sa mori titullin Aleksandër. Po. Iskander. Shok i ngusht me Mehmetin e dytë Fatih. Tani ky personi që quhet Skënderbe, pati një koncept unik në historinë tonë. Dhe kjo bën atë të madh. Ai kuptoi entitetin. Kuptoi entitetin arbëror dhe epirot që lidh gjuha dhe feja në atë kohë. Se ishin krishterë gjithë. Po. Dhe ky njeri që kuptoi entitetin, arriti të ndërtoi shqiptarin në të ardhmen që është arbëri në atë kohë. Dhe se dhe i pirit arbër quhej. Dhe në këtë histori ne kemi një histori të jashtëzakonshme të gjatë, rezistence që zgjati me shekuj. Vdiq Skënderbe, vazhdon tjetër, erdhi si thosh grupi i djalit Skënderbeut i sponsorizuar me ushtria, me gjëra, me arbër etj që u thyen këtu kanë ne. Dhe ke kuvendi i dytë i arbërit që kemi për të parë atë historinë e famshme që e kuptuan që tash duhet të përshtateshin aktualitetit, duhet të krijojë një koncept të ri, nuk mund të vazhdosh më me arbër. Dhe në këndvështrimin tim si altim për ta kuptuar gjithë çështjen e asaj që mua thash më intereson shumë, ka të bëjë me faktin që ne si popull, ne si komb në këtë territor, ne nuk kemi qenë një komb i cili mund të trajtohet në këtë historinë e çlirimit nga Perandoria Osmane, se nga kush u çliron? Lidhja e Lezhës shpjegon gjithçka. Kush u bashkon Lezhë? U bashkon me themel identitetin ton, pavarësisht pati edhe një aleancë diku më mande në veri lindje. Logjika qëndroi që entiteti jon raca po që shqiptare për herë të parë tregoi në atë kohë që ne i përkisim Europës. Dhe ky trend për të na çuar ke otomanizmi është një sponsorizim për të na prish punë sepse ka ndodhur një ngjarje në vitin 1911 që i tregon të gjitha ngjarjet. Kush? Në 1911-ën serbët dhe grekët sponsorizuan sultanin që të vi me tren në Prizren. Ç'është 1911 se ka rëndësi ta dinë njerëzit.
Luftra ballkanike. Jo, është një gjë më e madhe se aq. Po diskutohej në mënyrë vendimtare në Europë. Po. A do ketë vend për shqiptarët në Ballkan? Po. Se janë turqë, janë shqiptar. Po. Vjen si pasojë e konferencës së Berlinit edhe të Londrës, ajo. Nuk I di këto detajet e datave, se ngatrojmë para 1911-s janë bërë me Otto von Bismarckun dhe Kongresi i Londrës. Ti mban mend vëlla punë me data. Dhe është folur që aty tha pastaj Bismarcku, çfarë janë shqiptarët, thjesht një nocion gjeografik, se u pan që në Prizren dhe kjo që do thosh ti Shqipëria dolën prit me radhë. Tani austro-hungarezët po investonin jashtëzakonisht shumë në Europë, me lobime. Respekt për Austro-Hungarinë dhe për perandorin. Që shqiptarët janë shqiptar. Mund të jenë musliman, po janë shqiptar. S'ta thonë nuk janë shqiptar, janë turq. Dhe çfarë ndodh, se këtu është gjë më e ndyrë e aksidenteve historike që ne I prodhojmë vetë gjithmonë. Dhe vetëm Zoti na shpëton. Në atë kohë, për shkak se ky debat ishte bërë thelbësor për të përcaktuar kufit e Serbisë, Malit Zi, Bullgarisë dhe Greqisë, ishte thelbësor në atë moment. Po. Pra, deri ku do vazhdoj kjo punë? Sponsorizohet ardha e sultanit në Prizren. 100.000 shqiptar. 100.000 shqiptar. 100.000. Dhe çdo 100.000 shqiptar, çfarë sheshësh mbushe. Vinë ke stacioni treni, vinë shesh në Prizren dhe I falen padishahut në turqisht për padishah. Ky është mbreti jon. Para gjithë kamerave fotografike të kohës, madje ka dhe filmim. Po. Mendoni çfarë propagande dhe filmim. Ku ke pas filmimin? Aty ka filmim. Dhe atë ditë u caktua kufiri në Prizren. Dhe I përkas Jugosllavisë. Atë ditë u përcaktua se ne do ta kemi bë mbretëria kroate ose pra Bullgarit e pak. Çfarë idiotësh. Shkojnë atje, mbasi janë në luftë për pavarësi për shkak se Perandoria Osmane po vdes, është I smundje Bosforit. Nuk ka më dyshim që ajo është në rënje, në ikje. Në vend që ti të krijosh identitetin tënd, për të thënë ora jam tokë time unë këtu, jam shqiptar, jam pasardhës I arbrit unë këtu, ne jemi populli jon këtu. Këta idiot shkuan dhe u falen padishahut, si me qenë mbreti I tyne. Po mirë tani, ti ankohesh për 1911-ën. Po. Ti e ke 2023-shin. Po duhet dal. 2023-shin të erdhi Erdogani. Respekt për një president, një vend I mik siç është Turqia. Absolutisht. Është një nga vendet më aleate që kemi. Një vendet më aleate se po Turqia edhe, po pra, duhet ta bëjmë një lloj këtë ndryshimi. Perandoria Osmane ndryshon nga Turqia. S'ka si lidhje. E para, diku këta që më thoshë mua ti gash na ke cënuar neve heroin kombëtar se the nuk është hero kombëtar, argumenti im ndoshta edhe modest ishte nuk mund të thuash dot hero kombëtar. Në provokimet e tua e njohun po. Për një njerëz që nuk ka ekzistuar kombi. Shpend, unë di kuptoj provokimet tua, po. Vlla, një sekond të lutem ta marr. Jo, më fa vetëm kaq, për ta bërë ty sqarimin po publikun me ato që thua. Provokimet e tua njihen. Thelbi I asaj që bën ti është identiteti jon kombëtar, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo ka shumë rëndësi. Vlla, ti unë burëm, unë që mendoj se nuk është hero kombëtar, për mua është generali më I madh I tërë Europës. Për aq kohë sa ai ka marrë titullin Aleksandri I Madh, dhe siç ka qenë shpreha për Aleksandrin, Maqedonia shumë e vogël për Aleksandrin dhe Shqipëria shumë e vogël për Skënderbeun, vlla, se ka mbajtur ka 25 statuja në tërë botën, që do thotë që ka qenë vendimtar për gjithë kristianizmin. A kupton? Edhe sa e sa libra, neve biles jemi të fundit që e njohim heroin ton kombëtar, e njohim më mirë italianët edhe francezët edhe amerikanët se sa neve. Rilinda si shqiptar kanë bërë të njohur. Po ikonica e mori dhe tha, "Ore ka qenë ky burri që po të shohësh në një frash, tani frashi ka luajtur një rol shumë të madh bashkë me Rilinda se tjerë për t'u mësuar shqiptarëve ç'është. Dhe e mbuluan vlla. E mbuluan në shesh kur erdhi Erdogani dhe kur vajte presidenca. Edhe bravo, dhe te presidenca që e hoqën fare Gjergj Kastriotin. Dhe merren me ne vlla. Është e përhershme kjo, s'më vërtet. Merren me neve, nuk merren me ata që ta heq. Tani, ky është problemi që pas ka një propagandë e cila, si thosh, kërkon të fshehë një të vërtetë, tash në 1911-ën, për cilë do ta bënin shqiptarët këtë gjë, kur ishin duke e marrë pavarësinë. E diti sa shqiptarë në Kosovë janë masakruar nga osmanët në 1912 për t'i lënë pa rezistencë në kryegritjen e 12-s. Kur ti flet për pavarësinë e Shqipërisë nga Perandoria Otomane. Kthehemi vitin 1830. Po. Një nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur në pavarësinë e shqiptarëve ka qenë mënyra e pabesë dhe e ndyrë, se si Porta e Lartë vrau në Kongres të Manastirit gjithë elitën e prizëve shqiptar të jugut që kishin qenë aleat të Perandorës Osmane kundër shqiptarëve në Arvanitas në Greqi. Është histori e rëndë shumë.
Ali Pashtë Pelena është armiku më i madh për mua i gjithë historisë tonë, për shkak se çau e pirin mes. Ndajmë të njëjtën me. Dhe ndau në bazë feje shqiptarët. Ndau vetë shqiptarët e krishterë nga shqiptarët musliman. Ky është përçarësi më i madh i historisë, një bastard, një pleh i cili ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm të ngjashëm me Edi Rama. Dhe Rama atë ka heroin e vet. Ky person çau jugun e pirin pra, e çau në 2 pjesë. Duke krijuar armiqësi artificiale. Madje kjo armiqësi u përshkallëzua më vonë kur Perandoria Otomane mori aleat prisat shqiptar, 500 prisat shqiptar të jugut të Shqipërisë, që luftonin kundër arvanitasve. Njëri tjetrit. Kundër arvanitasve në pavarësinë e Greqisë revolucionin. Dhe i tha që do u shpërblej sultani hajde në manastir. Dhe i vrau gjithë 500 vet. I gënjyen, i thanë që do parakaluj para ushtrisë. Kemi një pyetje nga publiku. Po. Në radhë parë duhet të lexoj një herë mikun tim Mirelin, që më ka marrë malli. Edhe mua. Bismarcku thot Mireli nuk e ka thënë kurrë atë shprehje, nuk ekziston në rekordet e konferencës, i pari e ka hedhur në treg një historian serb, dhe mund të jetë vërtet kjo. Po. Skënderbeu është figura e dytë e historisë njerëzimit pas Krishtit, Jezusi për vepra artistike kushtuar një figure. Për vepra artistike kushtuar një figure. Domethënë pas Krishtit. Librat, ai thot për librat. Pas Krishtit, Jezus, Skënderbeu është figura e dytë. Që është bërë librat. Po. Mas është pak egzageruar, po prapë e bukur është. Nëse gjithsesi unë një libër që kam lexuar janë 3 figurat, rendita e parë është Muhamedi, Newtoni dhe Krishti, për nga rëndësia botërore, po është e gjitha personale Mirel. Nuk di ta ndaj atë. As unë si ta ndaj. Por fakti që e thot do thot ka diçka. Pyetja është kjo. Po. Jugosllavia do t'i përgjigjem dhe unë kësaj, po do t'i përgjigjesh ti, meqense e the ti. I pari. Jugoslavia është formuar në dhjetor të 1918-s. Si u kalua Kosova në 1911? Ka një informacion këta për historinë e mbretërisë serbe? Ka ekzistuar në Serbia? Ka ekzistuar Malizi? E para një luftrat e 1800 flasa? I dashur. Jugoslavia para se që Jugoslavia është quajtur mbretëria serbo-kroato-slovene. Më vonë, prit. Më përpara mbretëria serbe. Mbretëria e Malazit ka pas një emër. Mbretëria bullgare. Sa e kalon Jugoslavia. Pra, përgjigjja është shumë e thjeshtë. Mos më besoni as si fjalë. Kërkoni. A ka shkuar sultani në 1910 me tren dhe keni film me filma dhe me fotografi. Dhe të gjithë janë 101 shqiptar, janë ulur aty dhe kanë thënë padisha dhe kanë filluar ti e mbreti jon. Ne jemi turq. Po mirë, unë çfarë faj kam që më bllokon atë? Më fal, po tash. Padisha. Padisha. Ti janë nxjerrë dhe unë këtu dorën. Asnjë fjalë. Ti janë nxjerrë dhe unë këtu dorën. Pra, vetëm te ky podcast jon ndodhin këto budalliqe vëlla. Hiç mos ta besoni, sinqerisht ja them, hiç mos ta besoni. Kërkoni. Ne ju gënjefsha një fjalë vetëm. Ai kanë masakruar gjithë prisat e jugut të Shqipërisë do bënin pavarësinë në 1830-ën në manastir. Quhet masakra manastirit. Që i thanë shqiptarëve, do ju dekorojë tash, do ju shpërblej padishahu, ishte koha që do lindin dhe konspiracionet e John Turqve në atë kohë. Për kontributin tuaj bashkë me Perandoria Otomane kundër shqiptarëve tuaj të krishterë, të arvanitasve që po bënin revolucion në atë kohë. Mendoti, çu shqiptarët me uvrata që këta që i vran ata do i vrisin këta që mos bënin pavarësi këta. E ka një perlë fantastike me shfaros racën tonë, me zhduk. Dhe pastaj në gjitha kryengritjet nuk kanë lënë gjë pa i bosh shqiptarëve për t'i vrarë që të mos kishte rezistencë ndaj serbëve, grekëve, ndaj këtyre si quhet malazezëve, ndaj bullgarëve. Ky është fakt historik. Dhe në atë kohë lindi rilindja shqiptare. Se kundër aksion, se e pa, orë dha, ne s'pas kemi masgjë, na i vranë gjithë trimat, se funksionojnë bas fisi. Ishte tribali si marrëdhënie. Pra, po i vrave ti të parën e fisit, gjithë familjen e të parë të fisit, do duhet të rriten të vegjëlit që ti vidita, kupton logjikën, po prit se kur ai të ka vrarë, ka pra dhe ekonominë, ka vrarë gjithçka. Se ti vrau perandori, automatikisht hoqë edhe privilegjet. 3 burra ishin të mençëm, një ndër ta ishte Çelo Mezani, që dha ku po shkoni ata. Do i vrasi sultani. Jo shkumte si idiot, i vranë gjithë. Këta shpëtuan, luftuan kryegritë dhe këta u vranë, po vranë luftë pak. U vranë si trima, jo u vranë tu pas spektaklin, më kupton si idiot. Duke parë Sherazaden. Po çamano, po si ato filmat, kret. Tani, historia jon ka shumë rëndësi ta theksoj faktin se si ndeve na gënjyen që jemi turq, i gënjyen perëndim që janë turq. Ca shqiptar u përpoqën të thonë jeni shqiptar dhe i përzu nga gjithë Ballkani duke i vrarë, duke i prerë 5 milionë gjys janë vrarë në Ballkan dhe 5 milionë gjys tjerë kanë çuar në Perandorinë Otomane, ku Perandoria Otomane ta theksojmë këtë gjë, para Ataturkut, pastaj edhe me Ataturkun, vendosi një marrëdhënie me të gjithë shtetet, që këta janë turq mi sillnin mua, se donte gjak shqiptari. E kuptova logjikën.
Dhe çfarë bën ata kur shkon në Turqi? Se kjo është më e madhja. Ju zhduk çdo e drejtë që të ishin shqiptar. As shkollë, as i gjë dhe kur kush ka jetuar gjua shqipe në bazë familjare dhe fisi, dhe lagje. Vetëm se një gjë, në Byk Shehir, në Stamboll kur isha unë, ishte e mbushur me shqiptar, mund të kishte mbi 1 milion a 2 milion shqiptar dhe ka zona atje. Edhe kam dëgjuar shqipen më të pastër në një lokal që ishte me motive babilonase, se unë e di që unë mbaroj për këto Persia, nuk e di, dhe kur mbyll syt tani nga Persia, gjonat, nuk ka që budallaj Aleksandri që donte me çu perandorina andej vlla, në thelb, kur e mendon. Se çoj këtë, çoj andej. Se çoj andej. Ka një gjë që persët nuk janë as arab, është Persia, janë popull shumë i vjetër persët. Tjetër gjë Persia. Është tjetër gjë, po hajde janë mbushësh menjen, po, janë mbushësh menjen pacientëve. Ti e di që Persia kur e pati shansi bëri që më të madhe të dijes botërore. Po. Dhe i zhdukën mongolët. Kurse Perandori Osmani e pati luksin, ta bënte nuk e bëri. Flisnin shqip, edhe jo më futa në muhabet, tash. Ora se më ka marr malli, tash kam 4 ditë gjë shqip. 300 vjet familja. Shqipet pastër vlla. Edhe shumë e vërtet kjo. Këta janë të shekull. Baza familjare, këta janë shekull 19-20. Në baza familjare, këta e kanë ruajtur shqipen. Po jo me shkollë. Jo me shkollë. Dhe ky është krimi. Dhe këta më thonë mua, Perandori Osmani ka ruajtur identitetin. Nuk është lejuar kurrë shkolla. Kur thu hapën shkollat i u ndaluan. Ma kuptove logjikën. Se Perandori Osmani kur lejo hapin në shkollës shqip, kishte drejt të hapshe. Po kur erdhi prurja nga Ballkani, nga gjithë zonat në emër të përzënies turqëve që ishin shqiptar në fakt, atje në Stamboll u përcaktu këta janë do bëhen turq, se këta janë shqiptar, do t'i bëjmë turq. Dhe si donin të bënin turq, duke mos i lënë drejtën e arsimit shqip. Dhe kanë pas vetëm shkolla të fshehura private që mësonin shqip. Nëse gjithsesi shqiptarët në Turqi kanë për krenari që të thonë ne jemi Arnaut thon. Hajde shkojmë bashkë tash që thonë jemi me origjinë, po nuk jemi Arnaut, jemi turq. Nuk e thonë. Një fart të vërtetë e kanë aty sepse thonë ne jemi turq, nuk janë, më thonë radh parë nuk thonë jemi Osman, thotë jemi turq. Sepse janë shtetas turqe dhe jo, nuk thonë Osman. Kanë ndërtuar, e kanë ndërtuar jetën Turqi vlla. Po, unë besoj. Po thonë origjinën. Unë besoj që Perandoria turke, në fakt Perandoria Osmane dhe Mbretëria dhe Republika Turke ka një diferencë shumë të madhe të momentit se krijohen, për shkak të si u krijuan dhe nacionalizmit që ndërtuan për të rritur identitetin e tyre. Unë nuk besoj që kemi pas popull më mik se sa ata, ndonjëherë. Po. Populli më mik që kemi pas. Ky është fakt. Po. Edhe na kanë mbrojtur shumë. Ti je shqiptar në Turqi, je i privilegjuar. Po. Turqit i duan shqiptarët. Po. Problemi që ndron që politika e qeverisë gjithmonë ka qenë anti-shqiptare në aspektin e asimilimit. Kjo këtu e masun. Pse mas anti-shqiptare në kushtet e asimilimit? Do kujtoj 3 momente nga kjo histori që për mua janë shumë të rëndësishme, që janë diskutuar gjithmonë dhe tash kanë filluar të harrojnë dhe të bëjnë lavash truri njerëzve. E para. Kjo është kështu e hudh për diskutim të agjen kur të duan. Marrëveshjet e Perandorisë Otomane dhe më vonë të Republikës Turke për të marrë shqiptarët musliman nga Ballkani në Perandorinë Osmane, që janë bërë me serbët, me grekët dhe me bullgarët, se s'kan qenë maqedonësit, dhe më falë dhe malazezët, kanë qenë dhe me Jugosllavinë më vonë, Mbretërinë Jugoslave dhe pastaj Republikën Jugoslave, kanë qenë të vazhdueshme që quhet shpopullimi i Ballkanit. Dhe këtu ka një merit jashtëzakonshme pozitive për Shqipërinë, një nivel shumë i lartë musliman anë Shkupan Tetov, ngatrohem 37-ën, 36-ën, që ata u bën pengesë për vazhdimin e shpopullimit. Imamët shqiptarë, nuk e di si quhet qendra e hierarkisë muslimane shqiptare në Maqedoni, për gjithë Ballkanin luajti një rol të jashtëzakonshëm, ju drejtuan qeverisë turke dhe gjithë klerit musliman në Turqi që të ndalojnë urgjentisht marrëveshjet, se po shpopullohet Ballkani nga shqiptarët. Dhe pak e ke dëgjuar këtë histori, nuk e tregojnë, duhet ta tregojnë këtë histori, sepse duke treguar historinë se si vet imamët shqiptar u bën blok për të ndaluar këtë marrëveshje të ndyrë anti-shqiptare, tregon në faktin që këtu nuk ishte punë muslimanësh. Ma kuptove ti? Këto ishin politika shtetesh të fshehura mas peshqeve fetare. Bënin kështu, serbët thoshin po përzejm turqit. Grekët po përzejm turqit. Otomanët thoshin po marrim turqit. Këta turqit thoshin po marrim turqit. Në fakt, hoxhallarët shqiptar u bën blok për ta kundërshtuar këtë gjë dhe e shpëtuan. U ndërprer marrëveshja, e cila u ringrit në kohën e Rankovicit, në marrëveshjen midis Titos dhe Republikës Turke, e cila prodhoi një shpopullim masiv të Ballkanit nga shqiptarët. Sepse i trajtuan si turq vëlla, dhe duhet ta theksojmë këtë gjë. Ne nuk jemi turq, ne jemi shqiptar. Mund të jemi musliman, mund të jemi katolik, mund të jemi ortodoks, mund të jemi dhe në kapaz dhe protestant ndonjëherë. Po ne jemi shqiptar, mund të kemi bektashi dhe musliman, shit, sunit, gjitha mund të kemi. Po ne jemi shqiptar.
Dhe këta shqiptar duhet të thoni që jemi shqiptar. Kur e thanë që janë shqiptar u vendos të mos zhdukeshin fare, por u bë budallëku në prezent që u nda kufiri. Dhe tuajtë di çfarë i thanë austro-hungarezëve. Më fal, për këtë e kishit ju. Edhe ata ngjerë se kishin për këtë. Këtu kufiri. U bë kufiru caktu në Prizren. Dhe kjo ka përcaktu fatin e Kosovës shumë si histori. Sepse kur nda plaçka luftës me territore, që 1112-ën, 1119-ën, 20-ën etj, pati shumë rëndësi ky fakt. U trajtua kjo çështje. Dhe ne si shqiptar duhet të jemi të sqaruar njëherë për gjithmonë. Ne nuk na kanë lënë më bot pavarur Perandoria Osmane. Natyrisht në 12-ën pati një konsensus. Që mos kishte gjakderdhe të dytë etj, po në 12-ën u vran mijëra shqiptarë u varën nga ushtria osmane në Kosovë kur ngritjen për të shpallë pavarësinë nga Perandoria Otomane. Ky është fakt, ky është shkencë, ky është historik, këto janë detaje. Futu dhe gjeni. Tani, elementi i tretë që ka rëndësi. Çfarë mësojnë fëmijët në shkolla? Për mua kjo ka shumë në Kosovë, Shqipëri, Malzi, Maqedoni. Shpiku Sorosi një program vitin 2000. Soros, një program me Këshillin e Evropës dhe me Bashkimin Evropian. Mas luftës së Jugosllavisë, që ishte edhe fundit Kosova, shpikën një program që do t'i bëjmë lavazh truri fëmijëve në Shqipëri, që nuk kanë pas kur armiqësi me serbët, me grekët, me malazes në historinë e tyre. Dhe zhdukim gjithë historinë e tyre. Dhe gjëja këto do bëjmë dhe në Greqi dhe në Serbi dhe u bë vetëm në Shqipëri, në Kosovë. Pra, ne na u bë lavazhi, që ta s'na kanë vrarë. Si qëllim, po ta mendosh, po të implementoj programin siç është menduar që në fillim për gjithë vendet e Ballkanit, për mendimin tim të thonë çfarë të duan këta, do ishte gjëja më e mirë në botë, sepse vjen një moment vëlla që ne duhet ta mbyllim atë faqe historie me armiqësi dhe duhet të shkojmë drejt prosperitetit. Jemi 4 vetë uzi. Po. Njërin do ta bëjmë që të mos zihet, që do jetë kështu. Jo, unë mendoj të katërt vëlla. Pse bë, po ku ka budalli? Po të parët vëlla. Po i s'ka budalli. Grek ka budalli jo. Po ka. Serb ka. Jo. Po pse ata që Altin, ata që bëjnë këtë shovinizmin grek apo serb e gjithë aty duken sakt, më kokrat e debilave vëlla. Këtu ke gabim mathi. Më kokrat e debilave. Gabim mathi. Greqia, Serbia, Malizi shpikën programin kundër shqiptarëve, po vetë vazhdon programet e tyre, që do thotë kur ti mëson gjithë grekët që shqiptarët duhet kanë kufirin aty. Janë vërë e period jugu i Shqipërisë, janë grek. Kështu e kanë ata teorinë, janë e period më. Kur bullgarët thojnë, kujto marrëveshjen e Mitsotaqisit. Aty si ka pasur që kanë ngritur buste e Dinamit, që zëri Alda Baza një super video të bukur kundër këtij se ka pasur kryeministri grek që nuk e di Karamalis. Ku di unë se ka pas. Na e gjej këta, unë emrat i ngatroj, ju e dini. Kishte bërë super video Eralda Baza që bën super video për identitetin tonë me veçën e saj popullore të çdo treve. Tregonte se si ai plera, që këta kishin ngrit bust me Edi Ramën në jug të Shqipërisë, kishte rënë dakord të bësh çarja e Maqedonisë në 3 pjesë pa shqiptar. Bullgar, grek, serb, jo shqiptar. Ta çanin 3 pjesë Maqedoninë. Ma kuptove logjikën. Shqiptarët fare se ekziston ti përzejm shqiptarët. Koncepti është që po ta kapësh historinë tonë, historia jon që bëhet në shkolla në Serbi, në Greqi dhe në Malzi, është histori kretite nga e vërteta, por është favor tyre. Kurse ne këtu jemi viktimat e programeve të Sorosit, që paguajnë, korruptojnë sistemi me këto organizata elitare, me këto strukturat e historisë që janë gjitha tradhtare në Shqipëri, që të fshehin krimet. Për shembull, ti nuk gjen librat ton sa serbë janë vrarë në Shqipëri në shekullin e 20 në luftë me shqiptarët. Në Shqipëri. Nuk i ke. Në Kukës, në Lum. Nuk i ke. I zhdukin. Bo luftra, çfarë luftrash? Janë vrarë më shumë serbë në Shqipëri se ç'kan vrarë serbët shqiptar në atë kohë. Por shkak në atë zonë, në territor. Sepse është bo luftë. O bo luftë, nuk e tregojnë këtë luftë. Tani ku është çështja se këtu ka për mua rëndësi kjo që t'ja u them njerëzve. Në momentin e parë, pika e parë është që ne në librat tonë të historisë duhet të tregojmë faktet ashtu siç janë. Dhe këto propaganda që s'na duan armiqësit, unë nuk jam dakord. Pse? Po çdo bësh ti armiqësi para 7 shekujsh. Ka kaluar 7 shekuj. Ama historinë do e bësh. Se ja vjen dita që ata që paguan për të bërë lavazh truri njerëzve, u thonë që në shekullin e 14-15, pas kanë ardhur osmanët me çliru shqiptarët. Po kjo është tmerri i rrënë. Çlirojmë nga kush? Pra. Po ma thuj ti nga kush më burr? Ma thuj ti nga serbët. Ku kanë qenë serbët tu kur kanë ardhur osmanët? Kanë 20 vjet që kishin ikë. Unë kam lexuar librin, ta kam thënë ty, Aleksandr Pavlović. Ky është më i urryer se shqiptarët. Mund të jetë më i urryer në Serbi se sa vet Adem Jashari. E besoj. Sepse me shkencitet edhe me bibliografi shumë të pasur ka hartuar një libër, ka krijuar një libër që quhen Shqiptari Imagjinar,
Sa interesant. Po, është e Media Printit, e kam unë, avokatat e librin. Deri në gjysmën e dytë, në gjysmën e parë të shekullit 19 në historiografinë serbe, që është e fshirë, pas gjysmës së dytë të shekullit 19, shqiptarët cilësoheshin një lloj si malazezët dhe serbët, trima, besnik dhe vlezër pribotam. Pra bonin serbët dhe shqiptarët bëheshin vlezër gjaku, pinin gjakun e njëri tjetrit sepse kishin njëjtin armik, perandoria osmane. Me ardhen 1834 të Vasil Çubrilovićit, Vaso Çubrilovićit, i cili nuk e di se nga është financuar se janë futur aq thellë, më intereson vetëm me tetet e tij. Pjesë masonerisë. Sigurt, e kemë dokument. Madje memorandumi, ti di çfarë dokumenti është memorandumi? Pjesë e klubit masonerisë të Beogradit. Po. E ndryshoi. I bëri shqiptar, pra dele, dhe janë pro-turq. Dhe që aty fillon historiografia serbe me Vasil Çubrilovićin, që është sot. Po. Dhe këtë ka thënë një profesor doktor i shkencave politike dhe historisë Aleksandar Pavlović. E ka kapur në arkivat serbe, edhe ta ka bërë me bibliografi 1, e 2, e 3, si quhen eposin e serbëve, e të slavëve, e gjitha me radhë. Genocidi ndaj shqiptarëve kanë bërë grekët dhe serbët, po ti vendosin si një darë të madhe kundër shqiptarëve, është bazuar tek akademitë e tyre të shkencave në një strukturë fantastike, dhe quhet perfekte të ligë ndaj shqiptarëve, përballë shqiptarëve të paaftë për dërtuar mendim politik. Mendim ideologjik dhe mendim të fuqishëm kombëtar. Për shkak të shumë faktorëve, po faktori më i rëndësishëm është lavazhi i trurit historik. Tu më qëndrohesh. Librat, se këtu do më dalun. Ke librat. Te lavazh, jo, ti do më qëndrohesh lavazhi i trurit sepse nuk e bëm një orë gjys hapje. Kot për lavazhin, për Europën, për perandorinë osmane, për Ballkanin, se si kanë ndikuar këtu. Sepse tema jonë e sotme, baza, ne kemi shumë tema. Aty do dalim. Që i diskutojmë, po tema jonë e sotme është Mogherini dhe Europa. Po. Ma shpjego pak të lavazhin e trurit. Tani, lavazhi i trurit më i thjeshtë, mund të kuptoj çdo shqiptar, është historia ime me Vaso Çubrilović, historia ime personale, familjare do ta quaja. Në vitin 1988. Andrea, na bëj një kafe tjetër, po të lutem vlla, merri kartonat poshtë tek ai lokali. Please. Se kuptoj këtë punën e kartonat, për ca kartona keni ngel më? Po jo, ne kemi marr kartonat e po. A kupton ti çfarë bëjnë? Ma akuzojnë mua që derdh kafen. Në fakt, mund kafeja më derdhet nga poshtë lartësh me vrim. Po ja pra. Kush e di ka ardhur armiku ka futur e gjithmonë nga çarqi. Në Mosadi. Mi që kemë xham këtë që pasot. Ose ka ardhur në njona këtu e ka çar nga postet tonë që ëndresh do vjerë pra pastron podcast këtë tipi. Jo, mos e ngatruar llojin e gjë që duhet çar. Ska Gjeni do di. Apo Kristi. Jo, ato. Që të bëjmë familjar me zor të që nga podcasti. Po, largo zdo. Largo zdo se na fute frikën. Na fute frikën. Kontrolloj një herë kur i bën. Papa. Na vjen në njëri ti papa. I keni falas. Përdori. Armando Vrushi thotë janë kartona kinez thotë me ngjitës të skaduar. Vrushi, po ti edhe pjesë e aleancës konservatore vëlla, shteti me Kinën. Mos e si ato të Mossadit me biperat. Këtu ne kanë futur, mos bëjmë pasardhës. Kemi një pyetje. Se ti bëjmë edhe çik pyetje se na ikim pastaj ato. Se kemi ne lavazhi? Po. Dale çik vasa. Po pse na ikin këto më? Okej, sa të gjesh ti vazhdojmë. Po. Lavazhi i trurit, kam një histori personale vitin 1989 kur unë marr përsipër që në shkollë të mbyll vitin në një lëndë me temë. Dhe dham mundësinë pedagogu që ta mbyllshim. Po ju do habiteni për çfarë lëndë bëhesh fjalë. Ta ishte viti 89. Jemi në fazën që ka filluar fare liberalizmi dhe unë isha ke ora e historisë së PPSH-s, Partisë Punës së Shqipërisë. Dhe zgjidhin tema nxënësit. Dhe unë zgjidhi temë çuditshme, po për faktin se kisha një çfarë influencë në lojë, kisha njohje, kisha lidhje, nuk kisha si tjerët. Kisha miq sakt. Unë zgjidhi temë Kosova, tokë shkëputur nga trungu am, deri në pushtimin e Italisë fashiste, kapën e lojën time.
deri në pushtimin e Italisë fashiste. Çdo thotë. Do thotë unë deri këtë që do flas, pra nuk është krijuar akoma Partia Komuniste. Pra background, dikush e di bëj temë për kohën e komunizmit. Dhe kam punuar me kokën më të madhe që ka pas ndonjëherë Shqipëria në botën e erudicionit të historisë tonë, që ka qenë një akademik, patriot, me një emër që pak njerëz e njohin, por që është madhështor, duhet kishte bust emra shkollash me të. Jo emra shkollas me Andrea Stefani, emra rrugësh me Gjergj Filipi. Më kuptove logjikën. Jo me këto rrëmbythje. Duhet kishte emra si Shefik Osmani. E prishe gojën. Më shpëtoi. Ndjes. Avokat. Në fakt kjo fjalë nuk është vetë banale. Avokat. Gjasi banale, po ta shohësh. Avokat, lutem. Po ta shohësh, nuk është tamam banale. M'fal. Në tru podcasti e di që ka etik. M'fal. Dhe Shefik Osmani, një patriot, kur kam shkuar në shtëpi atij ke 9 kaçet, kishte shtëpi të vogël, një dhomë me kuzhinë. Po të vogël. 9 kaçet janë shtëpi të vogla. Kush e ka pa mrena e kupton çfarë them. Ai kishte libra edhe në banjo. Se s'kishte ku i vente, kishte bibliotekë edhe në banjo. Kishte sajuar balkonin, kishte bërë aneks me xhama dhe kishte vënë gjithë ato libra. Po një unik në llojin e bibliotekës. Nuk kisha pasur bibliotekë, nuk kam për të parë më kurrë. Aty nuk kishte romane. Nuk kishte autor të huaj për histori rakot. Aty ishte çdo gjë vetëm shqiptare për Shqipërinë, në Kosovën, Malezi, po çka të bëj me Shqipërinë? Kishte, nëse një mësues kishte bërë një mbledhje këngësh të një fshati, e kishte dhënë atë libër. Nuk kam parë bibliotekë si ajo. Kam kaluar 30 ditë në punimin e temës me atë. Ai ishte guida ime, udhëhesi diplomës, që sinqerisht po them, mbetet një nga eksperiencat që më kanë ndihmuar shumë në jetë për të pas një formim të caktuar. Dhe e kam asnjof Kosovën për herë të parë në dashurinë time për Kosovën në vitin 84, në klasë 4, kur profesor Safaj, nxjerr gjithmonë fotografinë e tij kur ka mundësi, ishte një profesor që ata mësuesit e fshatit francez, të atyre filmave të bukur që kemi pas pa, Bardezin e Brezeon, një mësues i jashtëzakonshëm që ai njeri ka ndikuar ke unë sa për gjithë jetën, ma bëri kaq të dashur dijen se i tregonte duke na bërë me qesh. Ishte pasionant, ishte viti i fundit si mësues sepse doli në pension me ne. Hajde me një nuse, Andrea. Hajde Andrea me një nuse, mos më mentona. Me një nuse si avokatit. Jo më Andrea, mos më mentona. Një nuse tamam, jo me kauza. Edhe po thoja që në këtë eksperiencë që unë pata me Shefik Osmanin, ai më ndihmoi të kuptoj Vaso Çubrulloviçin që unë ja soll atij dhuratë. Dhe këtu është censura. Dëgjoj pak, ç'a dhurate. Babai im, duke qenë shefi i arkivës, ndjes pas, më solli një libër që quhej Memorandumi Vaso Çubrulloviç 1137, që ishte i daktilografuar me shaptilograf. Po. Që kishte shkruar top sekret. Për përdorim të brendshëm quhej. Dhe ky material ishte ndaluar në Shqipëri që nga koha e çlirimit e deri në atë vit. Ky material është zbuluar në Jugosllavi në vitin 48-52, diçka ose 52 më të zbuluar. Ky ka qenë pjesë e masonerisë serbe. Lozësh serbe, po. Po. Por se unë ti e di, kam pikpamje të ndryshme aty, unë masoneritë i fusën burg gjithë botë. Janë gjithë struktura ilegale. Po kur bëhet vllai mason, ç'a do bësh? Do bëj atë që do them që ky këtu është djalë i mirë. Ti atë që do bëj. Me këtë tonin. A buk veç kë. Ky ka qenë joni. Ma ka thonë një miku im, ai Mireli, më ka thonë, gash më tha, çdo formë organizimi privon lirinë. Unë nuk ma ha mendjen që ti je djalë që do të privosh liri. Dhe ky ka qenë problemi im më i madh me çfarë do lloj organizimi. Jo, kam tjetër problem. E di kush është vetëm problemi që ka masorin. Fakti që janë të fshet. Ka asgjë tjetër. Ka një arsye për atë. Jo. Aty fshihen gjitha. Të gjitha të fshihen ke fshetësia. Ka qenë të fsheta para revolucioneve. Kishin sens. S'kishte opozitë. Prandaj po them, ka sens. Në atë moment duhet të ishin të hapura. Pse? Ti merr ke vendime atje në kurriz tim duke bërë konspiracion kundër meje, se kështu funksionon. U ti do futesh në punë njonin, duke ndërhyr ke tjetrit, duke marrë telefonat tjetrin. Ky është korrupsioni i pastër. Ky hedh nerë çdo shtet ligjor. Dhe mason kanë sunduar botën, e dim këtë gjë. Tani koncepti është që klubi masonerie serbe marri këtë material dhe është material masonerie. Ta theksojmë këtë gjë. Dhe ky material shpjegonte se si do përzejnë shqiptarët nga Ballkani me strategji të re. Se ta pretendonin ishin dështuar në 100 vjet. Në 200 vjet kishin dështuar, me 100 vjet me përzon shqiptarët. Sepse kishin bërë ca gabime që ky po i korrigjonte dhe ky ishte i njohur shumë i mirë shqiptarëve.
Tani nuk është puna çfarë thotë Çubriloviçi se kemi trajtuar 100 herë këtë. E rëndësishme është çfarë ndodhi me profesorin e nderuar Shefik Osmani kur unë i dhuroj këtë gjë. Jemi në 89 valla. Ka dert pikën e lotit të burri. Pikën e lotit. I mallëngjyer. Kjo është për mua. Se unë i thash, kjo është për ty. Ai kujtoi se ka thënë me lexu. Kjo është për ty dhe shkopja jote. Ka dert lotin sepse ai kishte gjithë jetës që kërkonte ta kishte. E nuk e lejshin. Mendo ku arrite censura deri ka ai. Çfarë ndodhi në lloj censure? Unë atë ditë kur kam marrë temën dhe e kam nxjerrë dhe e kam botuar edhe në Facebook, të gjithë temën, siç e kam, i qëndroj asaj teme dhe aty më ka dhënë kuptimin e shpopullimit. E kam njoft Sorosin tek ajo temë pa ditë se ekziston Sorosin, kuptimin çfarë do ndodhte. Pra unë arrita ndryshe nga shqiptarët lexoja shpopullimin e Shqipërisë, sepse kuptova si shpopullohet Shqipëria nga një akademik serb i masonerisë serbo-franceze, ta theksojmë këtë gjë, serbo-franceze, se nga Franca kishte qendrën. Tani ta fiksojnë gjithë shqiptarët. Aty shpjegohet strategjia dhe si do përdorin ata Turqin. Si do përdorin Turqin serbët për të përzënë shqiptarët. Mënyra si do financoheshin largimi i shqiptarëve, dëbimi i shqiptarëve dhe mënyra se si do ishin gjithë teknikat. Tani këtë kemi diskutuar dhe do të stojmë prapë, unë dua vetëm të theksoj një moment. Ishte viti 89 dha. 81 u bën revolucion Kosovë nga shqiptarët. Bën protesta e futën burget e tjerë. Dhe ne po i mbrojmë. Këtë libër e marrim sekret. Në 89-ën, kur unë nxora këtë material dhe në 90-ën, unë e kisha krenarin time për këtë gjë, sepse në 90-ën filluan ndryshimet e mëdha. Ke parasysh në Kosovë me shpalljen e Republikës Kosovës e tjerë. Ndodhi që në vitin 2014, kur unë zbuloj agjendën Soros popullimit në dokumentat e Sokrates Kokalis në Amerikë, dhe prandaj thash unë jam gjallë sepse unë i kam thonë 2014 pas një s'ka dash me ditë dhe s'kam asnjë efekt kur vjen puna. Ky është fatkeqësia që më mban gjallë. Më mban gjallë. Refuzimi që të kem efekt në këtë vend. Domethënë kur fillojnë ta besojnë avokat duhet me heq dorë. Kam kuptuar pse Kassandra është gjallë gjatë gjithë historisë së Iliadës. Gjithkohës mbetet gjallë, e vetëm që mbetet gjallë. Asnjë se vërtet, ama le se kjo le të thotë që asnjë se dëgjon. Kjo s'prish punë. Mos ta besoni, mos ta besoni asnjëherë, mos reagoni fare. Kot revoltojmë ndonjëherë me juve që s'na dëgjoni. Zbuloj që ju na mbani gjallë. Zbuloj që 2015-16 kur bëhem gati për të shkuar drejt një arritje të re, dyshoj dhe pastaj zbuloj që vërtet Vasu Çubriloviç për vitit 89 që kishte shkuar në shkollë, ishte marrë prapë sekret në kohën e demokracisë. Kjo më ka shtroni pastaj. Aty kam filluar të kuptoj shumë. Glavazhin e trurit. Mendohet i pak, nga viti 89 që unë nxjerr në universitet për herë të parë, nuk lejohet në universitet kjo temë. Nuk lejohet në universitet kjo temë. Sfidoj gjithë historianët, a e kanë pas librin dhe kanë cituar librin në formë siç kam thënë, kam kush disa material nga libri. Në temë. Nuk lejohej vëlla dhe në vitin 89 deri në vitin 2016-17 që po konstatoja unë, kuptoj që ky libër ishte ndaluar në Shqipëri. Në vitin 2019, me idenë që ne do të themelojmë një formacion të ri politik konservator në Shqipëri, unë thashë ne do ta inaugurojmë këtë themelimin e kësaj formacioni duke botuar Vasu Çubriloviç. Ky ishte plani. Ne do botojmë Vasu Çubriloviç dhe po bëhej gati. Kur zbuloi që ishte botuar. Dëgjoj se kjo është dhe më e rëndë se censura, botimi i tij. Dy patriotë shqiptar, Izet Duraku dhe Shahu, Recep Shahu, me ndihmën e një biznesmeni nga Kuksi, Flamur Hoxha, mos e ngatroj, kërkoj korrigjim për ata që mund të ndihmojnë, kishin botuar në 2016 këtë libër. Madje kishin botuar dhe memorandumin e dytë të 1943 të Vasu Çubriloviç. Problemi qëndronte që ky libër gjendesh vetëm në një librari në gjithë Shqipërinë, se nuk lejohesh nga librat e tjera të shitej. Se po do të çudis sot. Ti e kupton që një libër botuar në Shqipëri, shqip, që ka dalë nga Kosova, është botuar në 2016 dhe nuk lejohej të ishte në asnjë vend tjetër. Të gjitha libraret kontrolloheshin nga Sorosi, këtë e dija. Po jo deri këtu vëlla. Dhe ky është vetëm ke libraria, ke stacionit, ish stacioni i trenit, Albania më duket. Jo Albania, se ka emrin. Nuk vjen emri, Andrea. Po mos u merr me emra se ti je disaster me emra. Një librari mos. Po. Një librari që është mund ke stacioni i trenit, është e vetmja që e kishte. Se këta janë trima. Këta të tjerët nuk donin ta kishin që mos e përhapnin. Dhe aty kanë filluar të kuptojnë lavazhin se funksiononte. Lavazhin për shembull se si na fshehur në librat ton genocidi 1800, 1600 e ca në 250 vjet ndaj popullit ton.
Kam kuptuar gjithë genocidet që na kanë bërë grekët, na kanë bërë serbët, na kanë bërë kroatët, kroatët kanë bërë më pak, shumë më pak. Kroatët jo shumë neve, Më tepër u detyruan të ishin pjesë e formacioneve kur u bashkuan ushtrit. Dhe malazezët dhe bullgarët. Por mbi të gjitha ajo që është më e rëndësishme nga të gjithë, është për të kuptuar se si na kanë mbajtur në rrenën e madhe të historisë dhe të mos me pas kuptim. Për shembull, perandoria otomane nuk e ka dashur që populli untesi për shkak se elita shqiptare në perandorinë otomane kishte vënë nga kompleksi Skënderbeut. Thot Casey së në 123. Si u dukte që Casey së në 123 si Samsung së 29. Ku mund ta gjej librin e Vasos thot? Ke bibliotekë, ke një librari, mu ke stacioni i trenit, kur ke përba stacionin e trenit dhe mbrapa ke Skënderbeun e ke Majtas ose e kundërta. Skënderbeun. Ametin më. Duhet të jetë Ameti aty. Te stacioni i trenit. Jo, është nga kanë lëvizur statujen. Kjo është nga ana kundërt e statujës. Okej. Më duket. Është një librari në katë parë të një pallati, që fatkeqësisht ka një sufllaqe. Se ky është niveli që jepet mundësisë artit dhe kulturës në Shqipëri. Dhe aty gjen dhe libra të tjerë. Përballë statujës Ahmet Zogut. Aty ka shumë libra patriotik. Ka në BSP-ja një pyetje për ty vëlla. Po. Do ta kap mat thot avokatin. Jepi. Sfidoj këdo për pyetje, Po. Këdo. Ata që janë dakord me mua. Po, ja ku e ke direkt pyetjen. Do zë mat avokatin me këtë pyetje. Çfarë është një femër? Kur unë të kandidoj si përfaqësues i komunistëve në Parlamentin Evropian. Woman power. Woman power. Woman. Bravo feminazizmi. Femra është gjysma e njeriut. Sepse gjysma tjetër është mashkulli. Si gjysma. Ka bo Zoti, dy gjysma që të bëjnë një perfekte. Sa bukur. Avokat, unë ti e di që unë rrallë herë pregem dha, po kur pregem. Do thotë ku aty është gjysmë. Po gjysmë jo këtë vend. Çfarë më bën këtë vend? Edhe aq edhe shumë. Urdhë? Jacqueline Lekatari është duke ndjekur këtë momente. Ne po flasim për fermat, jo për të smurët. Se përpres dënimi këtë ditë. Altini ka thënë smur për transët, për travestitët, për drag queenët. Sikur më duhet spitale psikiatrike, i nxorën në rrugë, ne tash shohim në për spektakle. Nëse kthehemi. Dhe lavazhi i trurit është një fenomen që po ndodh në Shqipëri në mënyrë masive dhe që ka të bëjë me një armë shumë të ndyrë kundër shqiptarëve. Janë një grup njerëzish në veri të Ballkanit dhe në lindje të Ballkanit, të sponsorizuar edhe në Greqi, në jug të Shqipërisë, të cilët kërkojnë të identifikojnë muslimanizmin shqiptar me perandorinë otomane dhe me Turqinë. Dhe kjo bëhet për të vrarë identitetin tonë. Ç'lidhje ka muslimanizmi shqiptarëve me to? Asnjë lidhje. Muslimanizmi shqiptarëve mos lëvizë. Muslimanizmi shqiptarëve. E bën tërmetë. Muslimanizmi shqiptarëve është shqiptar. I përket njerëzve që kanë lindur breza më vonë dhe e kanë të tyren, e kanë besimin e tyre. Asnjë nuk duhet thotë që të thuash për genocid ndaj perandorisë otomane, ky është islamofobi. S'ka lidhje me islamin fare me muslimanizmin, sepse po flasim çka ndodh para 7 shekujsh, 5 shekujsh, 6 shekujsh. Ne jemi sot vëlla, ai ka lindur i tillë, ishte ndaluar feja në Shqipëri, kohën e komunizmit. Në vitin 90 zgjodhën vëlla tin ku të duan. Dhe kanë zgjedhur atë që kanë zgjedhur. Dikush i krishterë, dikush muslimanë etj. Dhe asnjë s'ka qenë ndaluar në zgjedhjet e tij. Çdo kush ka zgjedhur vet. Pra çdo lidhje është një rrenë e madhe që e bëjnë për të fshehur qëllimet që kanë në Shqipëri, një grup njerëzish mercenarësh që marrin para për na bërë neve lavazh truri. Historia e Shqipërisë është një histori e dhimbshme me të gjithë vetat e tjera, por unë do doja të lexoja dy paragraf për ta mbyllur këtë pjesë e lavazhit trurit, se çfarë thotë e vërteta. Çfarë thotë e vërteta? Një sekondë avokat. Po. Paraja të dashur miq është nëna e gjithë këqijave, por si nën duhet respektuar. Ndjekim pasazhin e artistit ton, avokatit Altin Goxhaj. Tani, ky është historia e Tursun Beut. Tursun Beu është një nga kronikanët osman më të mëdhenj të kohës që ka qenë me atë mikrofonin se na filloi. Okej, bravo. Ka qenë kronikan në 1466 në Arbëri, kohën e fushatave osmane kundër Skënderbeut. Dhe unë do lexoj pak gjëra, pak paragraf, burimin e gjë në Stamboll dhe gjë në libra të shkruar dhe mund të bleni edhe librat e Tursun Beut. I keni aty të marra vetëm nga copy paste dhe me presje, me çdo gjë. Fillon. Okej.
kur tendat e pushtimit të sultanit shtrin hijen e tyre mbi fushën e qytetit manastirit, atyre nga të gjitha anët luftëtarë të prirë prej fitores për t'u bashkuar ushtrisë perandorake, si Salumejnë të mëdhenj që lëshohen në det dhe si dallit e detit që vënë përplasen, u derdhen mbi Shqipëri. Arradhe të tilla, secila me 1000 luftëtar, ku secili nga këta guximtar sa 1000 heronj vlen. Kasneci i gjendjes bëri të mbërri në veshje me katarëve të pa fe jehona e kërcënimit. Omi Lingona futunin në shtëpi që të mos u shkel Solomoni me trupat e tij. Të pafet e mallkuar mbetën të hutuar, pafet ishin shqiptarët aty krishterë. Pra ky gënjen, sepse ka pas një ndarje të madhe në qëndrimet eskatologjike të kohës dhe fetare të kohës, raport me të besimtarët e të njëjtit Zot të Abrahamit dhe ata që ishin vërtet pa fe. Ky është një gënjeshtar kur thot pa fe, se nuk kanë pa fe. Të pafet e mallkuar mbetën të hutuar e të çoroditur nga njoftimi i llatarshëm i këtij sulmi të afërt dhe vajtën u strehuan nëpër malet e në rrëpira luginash të thella, duke bllokuar shtigjet. Bën gjithë çmundën për të mbrojtur dhe kështu dëshmuan tërkujdesësinë e tyre për të rezistuar, duke këmbëngulur në prapësinë e tyre të skajshme, se po rezistonin po bënin prapësi. Por luftarët e sultanit, të nxitur prej mendimit të shpërblesjes hyjnore të luftës së shenjtë, si dhe të shpresës për të bërë plaç të madhe, përparuan në të tillë mënyrë sa që çdo mal i pakapshëm dhe çdo luginë e thellë u dukej rrafshirë e lehtë, ku nuk do të mund të shihej as ultërsirë dhe as lartësi. Mendimin e Zotit e më të lartit pushtuan çdo stre që mësyn dhe grabitën e plaçkitën, kaq shumë pasuri frymore e jo frymore, saqë djelmosha me tipare ëngjëllore dhe vasha me pamje hyrish, që vlenin 3-4 aspra, krijesa të këndshme me tipare të tilla që mjaft që t'i shihej në fytyrë, që të ikte mendja, shiteshin veç për vetëm 3 apo 400 aspra, pra 10 herë më pak. Ka shumë kishin bërë plaçk. Të tilla hyri që kushdo që ishe në tent, kujton se është për një më në parajs. Ti shije, kur mbi gjoksin tim dërgjej, do besoje se në një trup dy shpirtra qenë. Të tillë djelmosha, që për atë Zot na thon se ka më të bukur gënjeshtra thon. Ka të bëjë me pedofili masive. Marrin fëmijë të vegjël djem për t'i përdhunuar në aspektin homoseksual. Këta nuk kanë as lidhje me Islamin. Ti e di çfarë thot Islami. I marrin dhe i hedhin nga lartësia. Ky është një mashtrues i kohës që tregon se si keq përdoret feja duke mashtruar. Tursum Pasha kronikani. Pra çfarë bën ky? Ky thot që është luftë e shenjtë. Më kupton logjikën. Në fakt është gënjeshtër, këta nuk janë pa fe. Më kuptove logjikën. Cilësimi ka qenë si pa fe, domethënë jo islamik domethënë. Jo, ke gabim. Kemi rastin e Bizantit, kemi rastin e Konstantinopollit që bën Stamboll. U respektua i krishterët, se thanë është fe abramahike. Pra ky po mashtron si janë pa fe. Gënjen, pra ky është mashtrues në këtë gjë. Ndërkohë nga ana tjetër, ky paraqet një fenomen. Çu ka qenë konotacioni o avokat? Po je ke gabim pra këta. Jo. Ky tekst vlla kërkon të gënjej për historinë. Çfarë do të gënjej? Kjo pak për e sigurt, kjo është pak për e sigurt, po thonë që është përdori fen. E gjen kudo kët. Po ky është problemi, se këta përdorin fen për të mashtruar. Po. Këta nuk kanë lidhje me fen. Ktu do të dalë. Po. Pra nuk ka të bëjë sepse duan të barazojnë fen me këtë gjë. Është mashtrim. Këta janë ca pushtues valla që përdorin fen për të motivuar ushtarët në luftë. Por gënjejnë, janë mashtrues. Dhe ky momenti që rrëmbejnë djemtë e vegjël shqiptar për t'i përdhunuar në çadrat e tyre, ky është gjë antimuslimane që ekziston. Ti di çfarë i bën muslimanët homoseksualët në histori? Hudhu, tridhi, vriti, po i kanë vrarë gjithë, s'kan leju kur kom. Pra ky është fakt kuranor, nuk është më se e tha Altini. Të pafet veç kësaj, buaj me lëkur, një ngjyrë të verdhë të ndezur që kënaq shikimin, mund t'i blije për 3-4 aspra, ndërsa edhe për më pak se 2 aspra, shitej një dash për çori kopes që është gati për t'u flijuar Zotit. Çdo çadër ishte e mbushur përplot me plazh të rrëmbyer. Atëherë u dha urdhri të ushtroheshin në bindje ata harbut pa fe. Për këtë arsye në çdo vend qëndrim, sillin para sovranit fitimtar, meshkujt e lidhur me zinxhir që luftëtarët guximtarë të shkathët islamit me një të rënë të shpatës fap i ekzekutonin. I bën kështu ata njerëz që aq të etur e të dëshiruar qen pas vdekjes të shijonin verën e rrënimit që derdhej prej shpatës së shëndritshme. Pra vazhdon i pafeu. Nuk është e vërtetë ky është mashtrimi që këta bëjnë. Se po të thonë ta që po vrasin të krishterë, pse janë të krishterë, bien kundërshtim me standardin e portës së lartë, raport me fetë të tjera. Ke rastin Stambollit, thash, patriarkana ishte Stambolli, jo të pafeve. Po. E besimtarëve të Krishtit.
Pati ndalesa ku shkuan në shpat deri në 3.000, 4.000, 7.000 nga të pafet. Prej kufomave të shumta, luginat të thella tani më ngjasonin si të ishin kodra. Prej gjakut të derdhur, rafshinat të gjëra tani ngjasonin si amudarda. E ka futur në kllava këtu për ta shpjeguar ç'është amudarda. Që rrithë. Pas tërë këtij shkatërimi, u mor vendimi më poshtëm. Në fushën e Jundit, që shkërthizat e vendit do të ndërtojnë një fortesë pathyeshme, që është Elbasani në këtë rast. Sa kaq më këmbësit fisnik, hodhën themelet e një fortese të qëndrueshme, katërkëndshme, siç qenë urdhëruar, dhe brenda një kohe të shkurtër e kryen ndërtimin. Katërkëndshi është thënë të jetë më gurzeza formë, s'ka dyshim që do të ketë qenë e urdhëruar. E di pse thotë gurzeza. Ke presur ata që këtu ke muri i i lotëve. E qenë të tillë për thashet. Në pas diçka që të përqaset me yllin e shahut të gjithësisë, s'ka dyshim se kjo është më e mbara e formave. Në kështjell s'mund të dallojë prej reve, kulla e saj të është mur e re azes, tash e fundit. Ai vend ishte i rrethuar nga të gjitha anët me male të pakalueshme e gryka. Por të pafet që jetonin ato lartësi, zbënin dot pa fushën ku rrjedh ujë i bollshëm dhe ku tokat e bukës janë pjellore të pasura. Me që mes njerëzve u pra fjala dhe zuri vend bindja se ishte një tokë pjellore, aty u dun nga të katër anët ku ndodhej popullsia islame. Emrin e avun Elbasan. Është historia se si që i përshtatej natyrës së tij. Është fjala për një ende sot ai vend është aq i lullzuar sa që të kujton gjurmët e një udhtimi në shtëpinë e parajsës dhe vazhdon akoma të rritet. Kupton çfarë vitesh jemi, U dyfishoft rritja e tij, pasi u krye ndërtimi i fortesës, sultani emëroi një komandant me nam dhe la aty roja të përkushtuar gjervdekje. Ajo i bashkangjit Sanxhakut të Ohrit dhe u besua Sanxhakbeut tij. Atëherë Sultan Mehmeti u kthye fitimtar, triumfues në Drene, krye sultanat që gënjen sepse nuk është kthyes fitimtar, kthyes i mundur. Tani pse e bëra unë gjithë këtë hyrje? Sepse vetëm ajo gjuhë që ka të bëjë me historinë tonë, ka të bëjë me faktin, jo me interpretimin. Ne mund të interpretojmë si do. Unë mund të them budalliqe. Faktet janë fakte. S'na vjen mirë nga faktet. Ndjehemi keq. Punë e madhe. Faktet janë fakte. Këto gjëra i kanë hequr nga historia për të bërë lavazhin e madh, për të shpikur teorinë që edhe të na shtirojnë. Po çfarë është fjala çlirim? Se këtu ka rëndësi kjo gjë. Ka të bëjë me përçarjen fetare. Ta them me sinqeritet këtë gjë. Fjala çlirim kërkon të prodhojë ndasi fetare në Shqipëri. Ne kemi harruar historinë se si ka qenë. Problemi qëndron që ne kur e mbajmë gjallë historinë e Skënderbeut dhe të pushtimit, ne nuk bëjmë përçarje fetare. Sepse në vitin 90 gjithë shqiptarët muslimanë, krishterë, katolik, ortodoks kanë zgjedhur të jenë tillë, edhe protestantë, edhe bektashi. Dhe çdo kush që kërkon të fshijë historinë në fakt çfarë do të na thotë? Shpëtuan shqiptarët nga kush? Nga shqiptarët? Shpikin serbët që s'kanë ekzistuar 20 vjet para se shkëndej komba e parë tyre. Le më vonë jo. Pra, duke harruar dhe betejën e dytë të fushë Kosovës, që është më e rëndësishme nga të gjitha, që u tradhua Hunjadi nga Serbia, dhe u tradhua Hunjadi dhe Skënderbeu. Sa e thonë këtë? Na tregon historinë e luftës së parë të fushë Kosovës, po jo të dytës, që është më e rëndësishme akoma. Imperatorët thotë i pafequej që nuk i përkiste fesë islame. Jo. Luftoi fort me ty për çdo argument, të ma gjesh të gjë në Perëndirinë Otomane në Stamboll, ku nuk mund të hapej dot një institucion i cili ishte i pafe, që ishte patriarkati i Stambollit. Harroje këtë gjë. Freta Bramahike janë respektuar nga Islami dhe tika e Jeruzalemin, rast më tipik, që i ka pas të gjitha brenda. Feja muslimane ka respektuar çdo fe tjetër. Dhe ky është një fakt historik që ti thuj çfarë dush se ke rast në Jeruzalemit më të famshëm në botë. 2000 vjet e ke aty Jeruzalemin. Edhe aty e ke me të gjitha palët. Këta shpikën të pafeun për të justifikuar grabitjen, pushtimin. Nuk ishin të pafe. I quajti të pafe që të justifikonte atë. Çfarë do thoshte ai po thoshte të krishter? Po thoshte kaur. Se bënte do atë që bënte. Si justifikohesh dot sultani duke bërë atë lloj krimi, atë lloj masakre, po të ishin të krishterë. Pse? Se kështu ishin standardet tolerancës që ti i ken Konstantinopol të kthyer në Stamboll. Dhe ky është fakt historik. I pafe ishte rrena historike për të justifikuar krimin ndaj shqiptarëve. Kërkoni online se ju sfidoj aty i keni gjitha. A qush i pafe në Bizant patriarkati i Stambollit, që është po kush falte të pafen. Ti di kush ishin pafe? I dhujtarët. Kur mos haro. Ti di kush ishin pafe? Kto që ishin me perëndira, me gjëra, me magjira. Okej, kjo ishte në lidhje me atë aspektin e lavazhit.
Faleminderit.